Ndërsa në Kosovë artikulohet gjithnjë më shumë se zgjidhja e vetme është dialogu mes liderëve politik, partitë opozitare përjashtojnë mundësinë se kjo tryezë e përbashkët do të sjellë zgjidhje të krizës në vend. Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, thotë se një dialog i tillë mund të përdoret si mbulesë për të zbatuar marrëveshjet me Malezi dhe me Serbinë. Nuk të lejojmë që mu bëjë instrument i mbulesës për me ndohë zbatimi. Pra jemi për një dialog në ashe kryeministri Mustafa para se të ulet në një tavolinë caktuar, tash me partitë opozitare, reflekton në kërkesat e opozitës lidhur me këto dy marrëveshje. Ndërsa nënkryetari i lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi thotë se ky takim nuk është një mundësi reale, ndërsa shton se kriza zgjidhet me tërheqjen e pakteve të nënshkruara në Bruksel. Mundësia për të ulur bashk ka përfunduar shumë më herët dhe është paksa e pamundur të mendohet që liderë të tillë politik, siç janë Mustafa dhe Thaçi, që kanë pranuar të nënshkruajnë marrëveshje kaq të dëmshme për Kosovën, të uleshin për një kompromis me liderët e opozitës. Partitë opozitare në Kosovë kanë radikalizuar qëndrimet e tyre duke bllokuar për të dytën herë me radhë kuvendin përmes hedhjes së gazit lotësjellës. Vetëvendosja, AK e Nisma kërkojnë tërheqjen e qeverisë nga Bashkia e Komunave Serbe të nënshkruar në Bruksel dhe nga marrëveshja për kufirin me Malezi. Ndërkohë ambasadori amerikan në Kosovë ngriti shqetësimin se aksionet të tilla politike rrezikojnë të sjellin izolimin e Kosovës. But I'm sure they are not a place for weapons.